gjatë muaj për alternativën studentore dhe tashmë kemi veshin e thyer dhe kemi një nocion shumë të qartë se çfarë është alternativa studentore dhe kush janë disa nga studentët që bëjnë pjesë në këtë alternativë. E duket sikur ngadalë kemi ngjitur shkallët e hierarkisë dhe sot jemi me presidentin e kësaj alternative, zoti Durim Komi. Mirëmëngjes e mirë se erdhët. Mirë se vjen. Jam e lumtur që të kam në studio edhe flasim për një organizatë e cila vërtet të mahnit me punët e saj që bën, por mbi të gjitha me studentët e shkëlqyer që ka grumbulluar rreth vetes. Ai përmbledhim dot në një fjali çfarë është alternativa studentore? Jo, besoj, shumë e gjerë për. Do përpiqem. Atëherë, alternativa studentore tashmë është kthyer në shtëpi të dytë për këto studentë dhe për të rritur Shkodrës. Edhe kjo është vërtet një arritje shumë e madhe, mendoj për ju. A është vështirë roli juaj si presidenti i kësaj alternative? Na tregoni pak shkurtimisht për veten. Nuk mund të them që është shumë i lehtë, as më tepër në kontekstin e kohës që po jetojmë, po e që thamë është kënaqësi e veçantë të jesh në drejtimin e një grupi të ri, energjik, që kontribuojnë në qytet. Kur dhe pse u krijua alternativa studentore? Me këtë pyetje po mund të kthehem pak në kohë. Realisht fillimet janë që në vitin 98, kur ishte kriza nga lufta në Kosovë, ku shqiptarët e Kosovës, preferoj të quaj shqiptarët e Kosovës, jo kosovarët, erdhen në Shqipëri, një ndërpritje e para ka qenë Shkodra, ku ishim një grup shokësh që u angazhuam në ndihmë të miqve që na erdhen. Atëherë kanë qenë fillimet e para, pastaj me kohën ka përparu edhe ka ndryshuar status edhe juridik për të mbërritur këtu ku jemi sot. Pra, këto ishin problematikat e para që synonte të trajtonte kjo alternativë? Fillimisht po, domethënë ishte një iniciativë e një grupi shokësh që ishim, në fakt ishim që të gjithë punojës në shtet, unë isha në polici, dikush ekonomist, dikush jurist, nga gjitha fushat, duke parë nevojat e miqve që erdhen nga halli, aty ishte organizimi i parë, mësëmene filloj, si që thashtë më përpara, ndryshoj formë, që edhe juridikisht që ndryshoj edhe mision, duke vazhdu me kulmin në 2019 që u fokusu kryesisht të rritet të studentët. Nëse mund të flasim për organizatën, a mund të cilësojmë si një organizatë përfaqësuese, aktiviste apo reformuese? Organizata është kryesisht aktiviste, po edhe aktivizmi shumë paralelisht edhe me përfaqësimin edhe me reformimin, pra kryesisht aktiviste. Sa student përfaqësoni aktualisht? Edhe kjo është një pyetje shumë e bukur. Them që aktualisht janë 10 që janë aktivistë. Vetëm në Spitalin Rëndan Shkodrës, ku kemi janë me statusin e vullnetarit, janë 15. 15. Çka është një numër vërtet i lartë. Që përmend cifrën tjetër, që në 2019 që jemi fokusuar në Shkodër, që numri aktivistëve dhe themi studentëve që kanë kaluar në të alternativës studentore rreth 1000. 1000. Pra janë shifra goxha të larta edhe që tregojnë për punën e mirë që bëhet në këtë organizatë. Çfarë i dallon nga organizatat e tjera? Cila është ajo e veçanta, veçantia juaj? Siç edhe e thashtë në fillim, do të dëshiroja domethënë që kjo gjë të bëjë në të gjitha organizatat, dhe Shkodra ka shumë organizata dhe shembull për shoqërinë civile, kemi krijuar një familje të dytë. Themi se parimi D'Artagnan, të gjithë për një, një për gjithë. Kjo është një parim shumë i mirë në fakt që i ndihmon studentët në këtë periudhën ku janë pak edhe si të hallakatur, pak edhe vështirësi duken sikur janë më të mëdha. Kjo vërtet i ndihmon të kenë një shtëpi dytë ku mund të shkojnë edhe të gjejnë bashkëpunëtorët e tyre që kanë të njëjtat halle me ata, edhe më rëndësishme nga këta është për të gjetur zgjidhje. Nëse flasim për studentët dhe flasim për të rinjt sot për sot në Shkodër, me çfarë problematikash hasen ata më së shumti? Janë disa, po do fokusohen te le themi kryesore, që na reflekton në një plagë të shoqërisë, të dëshira e të rive për të larguar nga ky vend.
kryesisht e shoh te mosbesimi që kanë te kryesisht te institucionet apo edhe te shoqëria. Është e dhimbshme të ndëgjosh në të ri shprehje që ky vend nuk bëhet. E vërtet, shumë e vërtet. Tu ka shumë faktorë që në çojnë këtu. Këtë shoh problematikën kryesore tek të rinjt, edhe tek studentët. Sa herë thalla jo, mësoj za lufta brezave. Ne si brez, paktën këtë pikpamje kam unë edhe miqtë e mi që kontribuojnë, e kemi për detyrë të trashëgojmë brezave të arshit një mjedis të paqë edhe të jetuesëm. Po. Nësa duket, nuk ja kemi mbrita sa duhet, edhe jam kot kemi këtë plagë të emigracionit të rive, që është një hemorragji që po na dëmton shumë. E drejt, në fakt, edhe është një plagë e cila do doj shumë kohë për të shëruar, shumë mund në të gjithë, nga shumë aktorë, nga shumë partnerë për të shëruar, për të minimizuar këtë dëshirë të frikshme dhe dhimbshme të rinjve për të larguar. Nëse flasim për studentët, një nga problematika që mua më vjen në mendje është mësimdhënia, pastaj kushtet në konvikte, tarifat e larta apo tulta, nuk e di se si janë për të vërtetën. Çfarë mund thoni në këtë pikë? Atëherë, unë shoh kryesisht problemin të studentët te kurrikullat. Ku në fakt janë shumë larg në lidhje me standardet e Bashkimit Evropian. Kryesisht të raportit teori-praktik. Jemi shumë larg. Që është një raport në fakt shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Marrim një shembull konkret. Te degët e mjekësisë, Bashkimi Evropian e ka pak a shumë 50% me 50% raportin teori-praktik. Tu nuk jemi ala as te 30%. As tek 30-a. Çka është ose te studentët në psikologji, punë sociale, ku praktik bëjnë vetëm semestrin e dytë të vitit të tretë. Vetëm të vitit të tretë. Pra, është një standard që synojmë të amrejmë, edhe urojmë të amrejmë, po jemi shumë larg këtij standardit. A është kërkuar ndryshimi? A dëgjohen kërkesat që ju mund paraqisni her pas here, duke qenë se jeni më në kontakt me nevojat e studentëve, a dëgjohen kërkesat tuaja nga universitetet? Atëherë, këto kena të bëjmë me politikat qendrore. Në fakt i takon qeverisjes qendrore që të ndërhyjnë te ligji për arsimin e lartë, automatikisht edhe te kurrikullat. Pra dhe këtu shoh një lloj problemit real, që nuk është se kemi autonomi reale të universiteteve, që në fakt duhet të jetë. Ku të jetë vetë universiteti që vendosin kurrikullat, kreditet, orët e mësimit. Në fakt, këto sot vendosen me VKM, me Vendim Këshillit të Ministrave. Çka është pak larg me studentin në fakt? Pak larg me studentin dhe pak larg me stafin akademik. Ku stafi akademik nuk e ka atë lirinë për të vendosur, nuk është se mungojnë aftësitë, kapacitetet apo dijenit. Thjesht mjafton një lloj qasje pak më dëshmirëse për të përparuar edhe për të ecur pak më shumë drejt këtij standardizimit të Bashkimit Evropian, që në fakt është i nevojshëm edhe i domosdoshëm edhe për studentët. Meqense keni nisur aktivizmin që në vitet 98 edhe tani në 2026, duke dashur që të bëjmë një lloj krahasimi i studentit të atëhershëm me studentin e sotëm. Si janë këto dy përballë njëri tjetrit? A është studenti i sotëm pak më pasiv? Jo pak, po e shoh shumë më pasiv. Përse? Po ka artë ajo që mendoj, se tashmë dihet e përflitet, mund të them që e kam edhe të dokumentuar nëpërmjet pyetësorëve që bëhen me studentëve, mungesa e besimit tek institucionet kryesisht. Në pyetësorin e fundit, që janë të intervistuar mbi 600 studentë, nuk e marrim me sifrën 620 apo 630, ka një rramje të besimit të institucioneve. Këtu duhet ndërhyjnë të gjithë faktorët e shoqërisë civile, sidomos, që të rritet besimi i studentëve në institucione, edhe në shoqërinë në përgjithësi, që mos vujmë atë plagën e emigracionit që vazhdojnë të vujmë. Kjo do të ishte mirë në fakt për institucionet është detyrë e tyre për ta realizuar, më paktën për shoqërinë civile, mendoj është detyrë morale e secilit nga ne për të kontribuar sadopak në mënyrë që
e gjithë shoqëria të bëhet pak më optimiste, edhe studentët edhe të rinjt pastaj të ndihen më mirë në vendin e tyre, edhe ta shikojnë të ardhmen e tyre brenda këtij vendi. Nëse flasim për nismat që ka realizuar Alternativa Studentore, cilat mund të përmendim? Janë disa, edhe me shumicën e tyre krenohen. Pse në i këtë lloj krenarie? Nuk është se ka qenë le të themi orientimi i drejtuesve. Shpeshherë në nismat që janë normal kanë qenë vetë propozimet e studentëve të cilët edhe kanë organizu edhe realizu. Një ndër to është le të themi gjatë kohës së pandemisë përkujdesja kryesisht për të moshuarit e vetmuar në banesë. Kanë qenë 1250 persona për të cilët studentët, anëtarët e organizatës janë përkujdes si nga ana sociale edhe nga ana shëndetësore, një bashkëpunim të ngushtë me mjekët e familjes në banesë. Në fakt në atë kohë ishte vërtet një nevojë shumë e madhe dhe urgjente, duke qenë se edhe kufit ishin mbytur, pa nuk mund të lëviznin njerëzit, dhe kjo e mbaj mend ishte vërtet një nevojë tepër emergjente për të pasur një lloj ndihme persona të moshuar, e që ishin të shumë për thënë vërtetën në qytetin e Shkodrës. Janë edhe nisma të tjera, siç janë organizimi i seancave të dhurimit gjakut, të cilat vazhdojnë edhe sot, e cilat institucionalizuar edhe një marrëveshje bashkëpunime me Spitalin Rajonal Shkodër. Është arritur, po sa mirë. Ky është një lajm i mirë. Vile edhe dhurimin e fundit të gjakut e kishin pardje. Pardje. Po. U kontaktuan për një nevojë të një pacientit edhe u realizua sot për nesër. Janë të vështira, mendoj këto gjërat sot për nesër, por e të vështira, por edhe të bukura kur arrin në përfundimin e dëshiruar. Janë të vështira, po duke heq dorë pak nga modestia, as pak për ne, duke pas gjitha burime njerëzore, të gatshëm për të bërë dhurimin e gjakut. Këto janë gjëra të mira. Mendoj, njëra nga këta është edhe kjo, sidomos kjo është një ndërarritje që bën një diferencë reale dhe të dukshme të aktivizmit të studentëve. Është e qartë diferencë, do të flasa për dy nisma tjera të realizuara. Ka qenë karta dhurata jonë për ju, për shoqatën ose për invalidët para dhe teraplegjik, po jo vetëm për ato, të cilët janë pajisur me një kartë me anë të cilës marrin zbritje në produkte e shërbime nga bizneset e Shkodrës. Sa mirë. Ku djerasin falenderoj shumë biznese që ja kanë përkrahur këtë nisëm, e cila vazhdon të jetë aktive dhe sot. Ose po flas edhe për diçka tjetër të bukur. Po. Realizimi i projektit Kafja Gjysave. Kjo ishte vërtet shumë e bukur. Ku në për shumë lokale shërbehet në kafja mjesit vetëm me 20 lek të rejo ose 200 lek. Dhe për herë të parë them në studion tuaj. Një lajm ekskluziv. Nisma do rijetësohet dhe fillon tash me datën 14 mars me ditën e verës. Ku na janë bashkuar shumë biznese për si herën e parë, ku për shtunë e diele do ofrohet po një të gjapa, vetëm me 20 lek të rejo ose 200 lek kafja për të moshuarit. Kjo është vërtet diçka shumë e bukur. E mendoj sa të lumtur do ndihen tani të gjithë moshuarit që marrin vesh një lajm të tillë dhe janë vërtet jo vetëm të lumtur për këtë zbritje që është vërtet e konsiderueshme, por edhe për gestin, për mendimin që kanë pasur këta të rinj përkundrejt gjyshërve. Jo vetëm të rinj, por edhe bizneset, të cilët falenderoj, të cilët për të thënë të vërtetën shumë janë gatshëm të ofrojnë edhe falas. Po për të ruajtur dinjitetin, caktuar një tarifë minimale. Absolutisht, po dhe është vërtet një tarifë simbolike, do të thoja unë, që për t'i bërë të ndihen të gjithë të përfshirë në këtë nismë. Vërtet nisma shumë të bukura për të komplimentuar secila nga ata, që secila bën një ndryshim real në jetën e këtij qyteti. Në aspekte të ndryshme, secila sipas natyrës së saj, por vërtet ka një ndryshim real edhe të dukshëm pas këtyre nismave. Pa diskutim, aq më tepër në klimën që po përjetojmë sot, e sidomos flas edhe për Shkodrën, flas pak edhe për seancat e dhurimit gjakut, dhe themi këto është edhe një mesazh, le të themi i fshehur, të cilët besoj duhet të gjitha mediat ta kapen e të përcjellin këtë lloj format. Sot kemi, le të themi, një negativitet
kudo që të hapi mediat, vizive, online, flitet vetëm për krimin, për kronikën e zezë, po është thot një mesazh i thellë që Shkodrant nuk është se derdhin gjakun e një tjetër, po edhe dhurojnë gjak për një tjetër. Shumë e bukur. Ky është një slogan tepër i bukur në fakt për të përhapur gjërësisht edhe për të përqafuar nga të gjithë. Dhurojnë gjakun e njëri tjetrit. Vërtet është shumë e bukur edhe shumë prekse. A mund të flasim për ndonjë rast konkret që ju bën shumë krenar ju si alternativa studentore? Ka shumë e di. Janë shumë, unë i përmenda pak edhe më përpara, po e flas edhe për një ndjesi personale, të cilën e kanë përjetuar edhe vullnetarët. Kujdesja për të moshuarit, ku shumë të moshuar, edhe mua personalisht, po edhe vullnetarëve, të cilët janë prekur, kanë tentuar të pusin dorën në një sferë respektit. Edhe nuk është gjë e vogël kjo. Unë personalisht jam emocionu vetë, ku një invalid, cili e viziton një invalidimist në shtëpi, ose po e përmend edhe një shembull që është prapë kënaqësi personale. Ne në shumë të moshuar kemi pasur në kujdesja një ndër 10 më të moshuarit në botë. Po në Zenepja, se këtu e thrasim, nëna jon, e cila ndroi jetë në moshën 111 vjeçare. 111, Për një vit rreth kanë qenë vullnetarët tonë që janë kujdesur mbanesë për të, se kuptohet mosha. Patjetër. Ajo ka kanë një dashni e veçantë. Janë kujtime që mbesin shumë gjatë në mendje edhe në zemër. Dhe unë falenderoj që i bashkëndave me të gjithë ne për të kuptuar më së miri rëndësinë që ka kjo organizatë dhe edhe bukurinë e saj të madhe. A hasni tani, kur ju flisni për nisma, unë e kuptoj që duhet me patjetër edhe bashkëpunimi i institucioneve. A hasni në rezistencë apo në bashkëpunim kur paraqisni nisma të ndryshme? Atëherë, duhet flasim pak edhe për rolin e shoqërisë civile. Që një rolet kryesore të themi i qenit roja, watchdog. Kjo është detyra e shoqërisë civile. E drejt. Ka pas raste që kemi has edhe rezistencë. Kryesisht bashkëpunim, masi na kanë njoftë, masi pa punën që kemi bërë. Ne nuk mund të themi që jemi shoqëri pa të meta. Do rresin velin për të thosin. Detyra e shoqërisë civile është edhe t'i vëzhgojë, edhe të çojë zanin për çdo të met që konstaton. Ne e kena bërë dhe përpasoj kemi pas edhe një rast rezistencët. Është krejt e kuptueshme, por është mirë që dikush duhet ta bëjë në fakt të rolin e shoqërisë civile për të ngritur pak më shumë këtë zërin kur gjërat nuk shkojnë, për të rregulluar dhe për të përmirësuar gjërat. Si janë marrëdhëniet me universitetin? Kur flitet për universitetin, në universitetin e shoh të përbërë nga disa elemente. Dhe themi duke fillu nga ajo më pak e rëndësishme, që janë godinat, është stafi akademik, janë kurrikullat, programet fillmore, po për në fund, po jo më pak e rëndësishme janë studentët. Po të analizojmë një nga një. Me studentët janë marrëdhënie të shkëlqyera, se jam kot shumica, mi 90% antarëve tanë janë studentë të Universitetit Luiz Gorakuqi. Nëse në raport me stafin akademik, të më thonë, në një pjesë jemi mirë dhe shumë mirë, sepse e vlerësojnë punën tonë, vlerësojnë, komplementojnë nga studentët për punën e përditshme. Nëse në raport me stafin drejtues, jemi, le të themi, aty. Aktualisht jemi në shkrimin e marrëveshjes së re të bashkëpunimit, e cila realisht po na vonon pak. Duhet ishte ecur më shumë shpejt. Duhet ishte pak më shpejt. Sada që në kuptoj edhe administratën, se 2 persona, 2 individ, merren vesh në tavolinë për le të themi për 5 minuta, kur ke bësh me administratën, urojnë të mos futen në ato kalandat greke, të ecin edhe mos përfundojnë kurrë. Le të shpresojmë që kjo të shërbejë edhe si një lloj thirrje për të realizuar sa më shumë marrëveshje të mira që i shërbejnë studentëve edhe që kanë nevojë për më shumë bashkëpunim, më shumë shpejtësi në realizimin e këtyre marrëveshje. Po në Ministrinë e Arsimit. Jemi në komunikim shkresor, ku një ndër kërkesat tona që jemi në pritje të përgjigje është
të shtrimi dhe në arsimin para universitar. Po, do t'ishte e bukur. Jemi në korrespondencë. A mendon që institucionet, universitetet, mbase, por edhe ministria, i shohin organizata të tilla si një lloj presioni? Besoj që po, dhe si që thas me... Në fakt që duhet jetë. Allah, su dhe thas, roli shoqërisë civile tjetë, o çdo që në roje, për të ngrenë zanin për çdo problematik. Enke do t'ishte mirë. A ka politizim të organizimeve studentore? Edhe organizimet studentore bajnë pjesë, për thonë, e shoqërisë, do reflektojnë si të mira, si të metat e shoqërisë. Nuk mund t'i shpëtojnë as politizimit ose tentatives për kapje nga politika. Jetojmë në këtë Shqipërinë tonë të vogël të dashuruar me politikën, duke sikur rrjedh bashkë me ADN-n tonë edhe pjesa e politikës. Cilat janë synimet për vitin 2026? Atëherë, siç kemi edhe, le të themi, një plan strategjik të miratuar, mballë planet e punës për 2026-ën, për 2026-ën veç nismave që ju shpreha, siç është kafja e gjysave, seancët e dorimi gjakut, është rritja dhe forcimi i marrëdhënieve me institucionet. Është sa domosdoshmëri që duhet. Është në fakt. A ka aksione konkrete apo propozime konkrete që po punoni me ta? Mund të mos na i thoni tani, mund të bëjmë një intervistë tjetër, por pa diskutim që ka, siç thash, si të plani strategjik e reflektuar edhe në planin e punës, si që përmend kafën e gjysave, të cilën e shpallën në studion tuaj për herë të parë, që fillon me datën 14, ka. Edhe kjo është një ndër to është që i ka realisht fillesa në vitin 2020 në kohën e pandemisë, shtrirja në kontrollin e territorit, ose në ardhen ndim drejt për drejt të mjekëve të familjes në kontrollin e territorit. Të një mjek familje ka rreth 3000 banorë që duhet t'i vëzhgojnë. Edhe këtu në hymne me studentët, në bashkëpunim me mjek të familjes, me njësi vendorin e kemi edhe një marrëveshje të shkruar që parashikon edhe këtë, të ndihmojnë sidomos të smurët klinik. Pra, për çfarë do nevojet, referohet mjekut familjes edhe banë në mënyrë kohë reale. Mendoj që do ta ngrejë më shumë institucionin e mjekut familjes, duke pasur qasje edhe ndërhyrje më të drejtë për drejtë. Pa diskutim, edhe besoj se edhe në ndihmë të komunitetit. Patjetër. Si që thamë që në fillim, si ne si shoqëri po bëjmë një plak, hemorragjinë e të rive. Kemi shumë të moshuar, ose familje që nuk kanë më të ri për të ardhur në ndihmë, qoftë në raport me mjekësinë, qoftë me kryimin e tyre punëve të përditshme. E vërtet. Është për të ardhur keq, por mirë që kemi këtë që kemi, e mirë që kemi kaq të angazhuar edhe kaq të zellshëm për të organizuar nisma të tilla dhe mbi të gjitha për të bërë pjesë e nismave të tilla për të ardhur në ndihmë këtij komuniteti. Kaq sa kemi mbetur. Si e shikoni nismën pas organizatën pas 5 vitesh? Është një plan afatgjat tani. Plani është afatgjat, po është parashikuar. Po do përdori shprehime që jemi në muaj të bekuar, kemi Ramazanin dhe Krezën, me ndihmën e Zotit, të shtrirë në rajon, në Trebo, kudo që ka shqiptar. Kjo është vërtet një plan shumë i mirë, edhe unë ju uroj me shumë zemër që të arrini sa më shpejt këtë, jo 5 vite, po edhe më shpejt, edhe më mirë do t'ishte. Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që erdhët sot në studio dhe na treguat në mënyrë të imtësishme çfarë do thotë të jesh pjesë e kësaj organizate, por mbi të gjitha ju falenderoj për punën e përditshme që bëni secili nga ju që është pjesë aty për ta bërë këtë Shkodër pak më të bukur. Unë ju falenderoj për hapësirën e kohën edhe mundësitë që më dhanë që të flas dy fjalë për organizatën edhe për drejt. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjen e kohës suaj.